Përshëndetje Mitrovica, çka nuk ju pëlqen gjatë fushatës? Gjatë fushatës, absolutisht nuk më pëlqen kjo pjesa ku po thojnë ja ka bo kështu Ibrahim Rogova, ja Dem Jashari, ja Thaçi, ja i tjetër. Ne dim sakrificën e çdo politikane, çdo dëshmore, çdo invalide, çdo pjesëtarit të luftës, dhe nuk duhet më rrejna gjithmonë ato vlera se që 26 vjet veç prej pas luftës, ne sa nuk ndëgjojmë. Neve na vyn çfarë na premtojnë sot këta të gjallë. Po. Sa po na premtojnë për popull, venet punës, me na dhoni shpresë, me nejtë vend tonë, ne jo na si zgjohëm, prej mëngjesit deri mbrëmje UÇK e ka bot veten, Ibrahim Rogova e ka bot veten, Adem Jashari e ka bot veten, po na çka jem të bot tash, na të gjallë. Po, po. Neve kjo po na duhet. Po, faleminderit shumë. Të përshëndes. Shëndet. Alo?